Frika e imagjinuar nga iluzionet. Për shembull, frikë prej gjërave që s'kan mundësi me të bëu dëm. Fatkeqësisht shumë njerëz tonë natën shembull me ec tutët. Tutët pihijes drujve. Me ka përci ka voret, për shembull tutet. A ka s'ka kësi njerëz? Ka plot, tash mos i nisim të testojmë me rang këto. Tutet pihijes vet. Natën zguxon me ec ka voret. Një qenë me lëviz dikon, e rok panika. Kjo është tut për gjërave që s'kan mundësi me dëmtue. Shembull ti me kon mal natën, ka njerëz që çmendën për tutës, për frikës. Nëse ti nuk shef diçka që është e rrezikshme për ty, ti s'dush më tut presoj. Nëse frikohesh, atë kjo është frikë smundje mo. Smundje e cila nuk lën ty rahat dhe normalisht ka me të pengun çdo gjë. Është frikë nga e cila pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar strehim te Allah, o Zot, rujëm nga kjo frikë për gjërave që s'mund me bëu dëm. Dhe është normalisht edukat dhe kulturë e keqe e cila fatkeqësisht për shkak të mungesës së imanit të plot dhe mbështetjesh në Allahun subhanahu wa taala ndodh. Muslimani, besimtari duhet me kon i gozimshëm, trim, mos mu tut për gjërave të kota. Mos mu utut për gjërave që s'kan mundësi mi bëu dëm, veç asaj që ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, besimtari aq sa ma të fort e ka imanin, edhe aq sa ma tepër i frigohet Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk ka frikë prej as kujt tjetër veç tij subhanahu wa ta'ala. Nuk ka frikë. Edhe është dëshmu kjo vazhdimisht. Tregohet për Izz ibn Abdusalamin, rahimullahu ta'ala, ka jetu në Egjipt. Alim për ulemave të njohur të islamit, e kanë quajtur sultanul ulema, sultani ulemave. Atë shumë titull të lartë i kanë dhënë për shkak të diturisë që ka pas dhe guximit. E burgos sultani i Egjiptit në atë kohë, edhe mas disa ditëve të insistimi që ajtë shëmpe në kërkesa që ja ofron pushtetin atë kohë, e marin një luan të uritur dhe jashtin qeli. Edhe ki ishte duke u falë. Nuk lëvizni për vendit i heq. Paramendoni, të ashtu në gjami neve, me nahi një luan. Sa gjama ka këtë ne, nalë, ditare, ka mos, kishme mujtë, kishme qirë na me ikë, me shpëtu. A i po falët, s'po lëviz. U qëllitën këta, gardianat e burgut, edhe ato që kishin burgun, edhe luani, jaboni një rotull, edhe shkoj ullë një qash. Nuk i bori asë një sent. Ju tash me këta YouTube-et edhe shkurteset, e keni pasë që ka ndodhë, që ka bën luani me njeriun, kur është i uritur edhe i nervozum. Mirë po ati nuk i boni asë një sent. Edhe kërë e pon këtë se edhe kjo metod e friksimit nuk piu ujë, se a i ngeli i pa frigueshëm për kësaj krijeset egër, që është e madhe, e randë, e të rishtueshme, e damshme, normalisht. Kafshë egër. E nëzërën luanin, edhe pas një kohë e pyetën për këtë rast, thanë, a ditë, kur deshti sultani me të friksu, me luan, e ti u fale se prishe namazit, qka mendojshë ti atë moment? Qka mendojshë ti në atë moment? Tha unë të u falë, se nëse kishte bova ki, dikush për neve me met pa lëviz, në kështë shku menja, ka me në sulmu luani, ku ka me mkapa, në koma, në dora, në kryje. Edhe këto e kanë pytat, qka i ka shku menja ati? E tha ky sultanul ulema, Izz ibn Abdussalami, tha, një gjë vetëm me mendoja.
Nëse më prek luani, a më prishet abdesi apo nuk më prishet abdesi? Sa është në rang të qenve që jarga e qenit është e papastër, apo është në rang të macave që dhe më thonë jarga e tyre është e pastër. Tha këtë dileme kisha e mendojsha si meselet fikut se a më prishet abdesi dhe namazin nëse a i më kafshon apo nuk më prishet namazin. Kjo zemër është e madhe. Zemrat tona s'po thamë se s'mundet me mri në zemrën e ti, në pozitën e zemrës e ti. Inshallah Allahu dhu gjelalla dhe zemrat tona i ban të këtilla të mdoja. Ama kjo është zemër e madhe. E dini pse është e madhe zemra e këtij? A e dini? Sepse kjo zemër është e mbushur me dashuri për Allahun subhanahu wa taala. Kjo zemër është e mbushur me frikë për Allahun subhanahu wa taala. Këtë zemër se ne dridh as topi as tenku. Se dridh as pasuria, as milioni, as do të çka do për kësaj dunja, se dridh. Kjo zemër është stabile, se synon, dëshiron, kërkon, punon, sakrifikon, vetëm një gjë të fiton, kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ati kësaj zemër si intereson kur gjë për kësaj bote. Kur të kishme pas në aksi zemra, atëherë shumë probleme që ballafaqohemi sot për ditë me to, do të ishin zhduk. Zemër e mbushur me dashuri për Allahun. Zemër e mbushur me frikë për Allahut. Zemër që synon, vepron, punon, sakrifikon, angazhohet vetëm kënaqësinë e Allahut me fitu. Allahu i bëft kështu zemrat tona inshallah taala.